Ç'a bëhet? Kjo është për gjithë natën që bëjmë palestër. Kjo video është e rëndësishme për ty, sa është palestra për ty. Nëse e ke të rëndësishme, shipe këtë video. Nuk do të lejoni që asnjë njeri tjetër përveç jush, përfshi dhe instruktorin që po ju mëson palestrën, të ketë më shumë impakt në stërvitjen tënde se ç'ke ti. Unë do të jepja 1 muaj maksimumi 2 muaj që mund të kesh nevojë për instruktor. Nëse se ke mësuar vetë deri tash, ç'a mundini të bëj? Që thoni ju kam pas punu instruktor për vete. Unë kam shumë bif me faktin që të vinë të thoni do e bëj ushtrimin gabim. Ti mund të jesh të bëj vërtet ushtrimin gabim, po objektivisht ama, ashtu si e ka shkruajtur libri që ka mësuar profi në shkollë, si duhet jenë ushtrimet e palestrës. Le të themi që ti do të bësh ushtrimin gabim. Jeto po biceps, po dhënë me hove, me mes. Jeto po cheat reps, domethënë. Shumë bukur. Arsyeja pse e quajmë gabim këtë metodë është se ti po bëj ushtrim që do me bë biceps. Me kët nuk bën vetëm biceps. Me kët ka rrezik të dëmtohet mesi. Lind pyetjen, nëse ti do e bë gabim, a nuk i do e bëj gjithsesi? Në vend që ta bëj 100% punës bicepsi, do e bëj 90% bicepsi dhe 10% mesi. Thjesht bëj 2-3 copë më tepër dhe i kompensove. Ç'a kujtoni se ndryshoi? Ndryshoi fakti që tash i kap edhe mesin, duke e bë gabim. Ç'a të keq që kapo ta kapësh mesin? Nëse e kap shumë më shpesh mesin, do të dëmtohet më pak mesi. Ç'a arsye ka që dëmtohet mesi ty? Pse duhet dëmtohet mesi? Mendojeni me logjik, pse ka nga këto bodybuilder që mund të bëjnë 200 kg bent over rows, 10 cop, janë të fortë si drejçi, pa pritur dëmtohet mesin ai ditë. E dini pse? Sa ditë ai nuk e ka bën me formë të mirë. Kur i bën 200 kg, i bën në formë perfekte. I bën një pjesë specifike e mesit, ka një pjesë tjetër specifike të mesit që nuk stërvitet asnjëherë. Me këtë logjikë na del që nëse ti e ke filluar palestrën duke bërë vetëm ushtrime të izoluara, ke bërë bicepsin vetëm kështu, ti ke stërvit vetëm bicepsin. Kërkoni një gjë që quhet brachialis, është afër bicepsit. Ju nuk e stërvisni kurrë, stërvisni vetëm bicepsin. Izolimi i muskulit, stërvitja e izoluar, bicepsi izoluar me qëllim për të arritur. Është diçka që do ju thon fjalë të mira, ku do të shkoni, në internet, instruktori do thotë fjalë të mira. Po mase nuk do të lejosh askënd, përfshi dhe instruktorin të thotë se do bësh me jetën tënde. Unë kam pas shumë ndryshime bodybuilding. Kush ju pëlqente më shumë, koha kur ishte Arnoldi bodybuilder apo koha e Phil Heathit, që të gjithë janë si robota, topa. Këto të gjithë duken sikur janë shtatzan më plak. Arnoldi e ka pas belin kaq. Pse mendoni se ka ndodhur ndryshime? Dhe pyetja më e rëndësishme, kë trup doni ju më pas? Cilin trup keni qef më pas më shumë? Trupin e Arnoldit apo këtyre të rive tash, që i kanë topat të supët si ato kostumet e futbollistëve amerikan? Edhe këto çunat e ri më plak, të influencerat që kanë trup mirë, jo vetëm ato rastet ekstreme. Keni vënë që bëhen kështu si topa, fryen nga brenda, muskuj jo efikas, muskuj thjesht të bukur për të pa. Kjo vjen komplet nga izolimi. Ju e izoloni bicepsin dhe merrni peshën më të rëndë që mund të bëni duke izoluar. Duke bërë ushtrim të izoluar gjithmonë, duke bërë njëta ato ushtrime gjithmonë, ti po kap vetëm ca fibra të tjera po i lë mashdore egër. Në fundit, a nuk ke dhe interes me i pas dhe efikase këto muskuj, do duhen vetëm me i pam pasqyrë, me ja tregu gocave, apo me dhe me majt në lavatriçe në ditë. Shumë bukur, kur vjen momenti që duhet me ngrit lavatriçen deri kat 5 pa ashensor, si do e mash, me formë të mirë apo me formë të keqe. Ju bëf shemut, mund stërvitje që bëni, mund këshilla që ju ka dhënë gjithë jetën. Gjithë trupat janë ndryshe, nuk ka dy trupa njësoj, nuk ka asnjë nga ju që ka trupin si unë. Nuk duhet i merrni këshillat as nga unë, po të paktën diferenconi që unë s'po i them këshilla specifike, boje kështu specifikisht. Unë po të them, jepi çik kohë vetes, mësoje ku i dhe me ku i djeg trupit tat, aty po i djeg, aty po e bën mirë. Kështu që nëse e gjen herë veten duke bë biceps në formë perfekte, 10 cop, dhe pastaj ndjesh sikur mund të bësh edhe 5 cop tjera, nëse bën me cheat, mos lejo të vi instruktori të thotë po i bë gabim këto 5 copët. Fuck off! Unë ndjej gjithsesi, kam bë 10 të sakta, nuk mendo se bën mirë që i bën këto 5 fundit. Për ne po them, palestra është komplet projekt personal. Kushdo që ju thotë duhet ta bëni kështu specifikisht, po ju gënjen. Ai masa po thotë se funksionon për të, jo për ty. Është komplet projekt personal dhe duhet lëvizësh bythën, ti mësosh vetë të gjona, mos presësh të vi burr tjetër ta di trupin tat, më mirë se ç'di ti. Faleminderit për mirëkuptimin.